Përshëndetje Veiz, kemi ardhur në një rrugë të Tiranës, një rrugë e bllokuar nga shitcat ambulantë, siç shikojmë edhe këtë nënë që shet sallator pa kupon tatimor dhe të jep për më tepër edhe qesen pa lekë, duke shkaktuar edhe ndotje të madhe ambientale. Jemi maskuar që të mos njihemi, do sillemi si qytetar të thjesht, ndërkohë me kamerën tonë të fshet ta demaskojmë këtë plak të poshtër. Më ndiqni. Nëne, përshëndetje, si jeni nëne? Mirë, si jetë e keqe nona, që kjo me? Sa e ke sallatori nëne? Salat nuk jene në vetëm kastravece. Po, kastraveci, ky jeshili, sa? Është 1000 kilja. I keni bio? Bio, që fit ka pa që i me për zotin, i ka këputa i rasimi së të mjes. Mund më japësh këtë gjatin nëne, të lutem? Pa tjetër, ja i sekund, të nëzirë që qesën, se i kene pa lekët të qëna. Faleminderit. Nëne, po kupon tatimor lëshoni nëne? Qao kjo me? Kupon, keni kas fiskale? Jo, sekund, se po më thret në duket, i sekund. E dini që po shkaktoni evazion fiskal, nëne, e dini që po shkaktoni evazion fiskal? E dini që po dëmtoni ambientin, nëne? Qa evazion? E dini që po dëmtoni oligarkët? Ja pra, si u demaskua kjo nëne e cila shet pa kupon tatimor. Dhe për më tepër të jep edhe qesen pa lek. Lironi Lalierin që të shpëtoj qyteti i Tiranës. Kjo është thirrja jon Veiz. Linja për ju. Faleminderit Veiz për këtë investigim. Pra këta shitës ambulant po dëmtojnë jo vetëm rrugët e kryeqytetit, por edhe këta oligarkë të ndershëm, të cilët paguajnë taksa dhe nuk po përballojnë dot jetesën e tyre. Kujdes, blini vetëm në marketet që tregtojnë pra produkte të kontrolluara serbe. Bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.